Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 4.7 i shkallës së Richter ka tronditur pak pas mesnate gjithë Shqipërinë e Mesme. Sipas sismiologëve, tërmeti që ka zgjatur rreth 15 sekonda ishte 6 ballë dhe kishte epiqendrën në fshatin Shëngjin të Elbasanit. Për pasojë, lëkundjet e tërmetit janë ndier të forta në Elbasan, Tiranë, Durrës e disa qytete të tjera. Në orën 00:15 minuta me orën lokale, rrjeti sismologjik ka regjistruar një tërmet me magnitudë 4.7 Richter në epiqendër dhe me intensitet 6 ballë. Epiqendra e tërmetit ka qenë në fshatin Shëngjin të rrethit Elbasanit, rreth 24 km në juglindje të Tiranës. Ky tërmet është ndier shumë në qytetin e Tiranës, të Elbasanit, Durrësit, Peqinit dhe Cerrikut. Zona e Krapës, për ne njihet që është zonë sismike, ka pasur edhe 3 ngjarje në të kaluara në periudha të caktuara. Në vitin 86, në 15 mars, një tërmet me intensitet 5.1 Richter. Në vitin 89, më 17 mars përsëri me intensitet 5.1. Lëkundjet e tërmetit përveç panikut nuk kanë shënuar dëme materiale apo në njerëz. Sipas sismiologëve, dëme do të kishte nëse magnituda e këtij tërmeti do të ishte mbi 5 Richter, që për shtatorit të vitit të shkuar në të gjithë vendin janë ndier disa tërmete të fuqishme.